HPV testleri ve simir testleri çok önemli. HPV aşısı da çok önemli. Kosova 21 yaşla 65 yaş arası kadınlarda simir testiyle tarama yapılıyor. Aşılamayı da takvime ekledi. 2024 yılında 12 yaşındaki kızlara başladı. 2025'te erkekleri de içine kattı. Janë dy lloje të cilat mund mu parashiku kjo, mund mu parandalu spaku, është vakcina HPV-s dhe njëjtë kohë është edhe testi që bëhet simir. Është një lloj që kur mund mu pa ato gjenet të cilat mundet me mbark një person ose një grua. Dhe kjo bëhet që nga mosha 12 vjeçare tek vajzat, që ka filluar që nga viti 2024 ka marrë aprovime dhe kemi vazhdu në procesin me bo vaksinimi për vajzat të cilat janë në moshën 12 vjeçare. Taramaların ve bu preinvazif yani kanser öncesi lezyonların uzman kişilerce yönetilmesiyle aşılama ve taramayla beraber 15-20 yıl sonra serviks kanseri ciddi ölçüde azalacaktır. Edhe me ato analizimet të cilat bëhen dhe testet që kryhen për këtë pjesën e preinvazive të kancerit, neve po na japim mundësi që me parandalu kancerin i cili mund të shfaqet mas 20 ose 25 viteve të personat e caktuar.